السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله يستندروار në do të flasim me një temë të cilën është duke u tretur në mesin e shoqërisë islame dhe ky raport nuk ndërtohet dhe nuk afrohet përveç se nëse ka interes. Allah i na ruajt. Të cilët e bëjnë usluga za usluga, po shërbim për shërbim. Nëse kam shërbim, je i mirë. S'kam shërbim, si e për mu. Do të thot raporti, lidhja e raporteve, lidhja e Allah zhvereshit, lidhja e shoqërisë, do të thot nëse nuk ka interes dunjaje, nëse nuk ka diçka që përfitojmë prej njëri tjetrit, atëherë ne nuk jemi vëllezër, nuk jemi shok. Kurse te selefi radiallahu anhum është kon e kundërta. Ato e kanë marrë raportin dhe shoqërinë, Allah zhvereshin e kanë këshirë a është Allahu i kënaqur me qatë vepër apo jo. E kanë pa personi a bon vepra të mira që Allah është i kënaqur, po dhe kanë pas Allah zhveresh me to dhe kanë lidh raportet mes njërit dhe tjetrit. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk do të hini në xhennet ju derisa të besoni dhe nuk mund të besoni derisa nuk e doni njëri tjetrin. Dashuria për hir të Allahut, vëllazëria për hir të Allahut, a është në këtë nivel apo jo? Sa i duam njerëzit për Allah? Sa i urrejmë për Allah? Urrejtja dhe dashuria është frut i devotshmërisë, rezultat i imanit të vërtet. Disa prej selefit kanë thonë, e para çka do të ngritet prej shoqërisë, prej njerëzive është al-mahabba, dashuria mes veti. Gjona e parë çka do të çohet prej umetit, prej shoqërisë është dashuria. Do thot kam interes du, s'kam interes njoh kush je. Allah na ruajt. Kjo është rrezik për besimtarët, për musliman. Ibn Jauziu rahimahullah thot për natë zaman është të humbur, është të tretur në këtë zaman vllazëria dhe urtësia dhe nuk na ka mbet vetëm se të flasmi për ato që kanë kaluar për të vjetrit. Në kohën e Ibn Jauziut mua anku Ibn Jauziu, po me ngjall Ibn Jauziu tash edhe me po në mesin e muslimanëve të hecje dhe trije dhe të shoqërohet, trije në për kafet e muslimanëve, në për shtëpiat e muslimanëve, në për darsmat e muslimanëve, në për ahengët e muslimanëve, në për pushimet e muslimanëve, në për dhomat e muslimanëve të shohet se çfarë bisede bëhet, çfarë halli bëhet, çfarë mohabeti bëhet, çfarë derti kanë, çka kishte thonë Ibn Jauziu rahimullah. Selefi dhe sahabët radiallahu anhum, ato kur ta dojshin dikant, nuk e dojshin për interes të dunjoje, as për një dobësi të dunjoje. Ato u dojshin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mangësit, interesat e kësaj dunjoje ishin jashtë programit ditor. Ato e kanë këshirë, është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala apo jo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush don që ta shijon ëmbëlsirën e imanit, le ta dojë njeriu, por vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me dash pa kur interesi.
Është vetë një njeri i urt prej turtëve, ka thënë cila është pasuria më e madhe, përfitimi më i madh. Ka thonë është devotshmëria dhe me pas një shok të devotshëm, një shok të mirë, një shok i cili ka frikë Allahun subhanahu wa taala dhe ta kujton Allahun subhanahu wa taala. A kemi? Për këtë arsye, dhe të flasmi ne për këtë se na duhet që ne besimtarët muslimanë që të lidhna raportet fort me njëri tjetrin. Se të tjerët kanë nuhat edhe po të shajnë, po të ofendojnë, po të kërcnojnë. Dhe nuk është e çuditshme që një ditë nëse hipet pak fuqia apo një dritë e gjelbër prej dorës së tretë, nuk është e çuditshme se fillojnë konfliktet. Pse? Se të kanë nuhat që ti s'ti intereson për vllavin tant. Kanë nuhat se ti ke harru xhenetin. Kanë nuhat që muslimanët jenë të ngarren me baje knatësitë e kësaj dunjoje, pallatet e kësaj dunjoje, kerat të shtrenjtë. Me javu një ero motorit, a e dridh motori as e dridh, a bje një ero në tokë, as bje si mës bere, të rije një erëshim bëj motor, dhe të prefekt keri, si të bjere, so keri mirë. Të sahabët së boki ma abet. Ma beti botë se cili po blen kërë 400.000 euro, 1 milion euro, 800.000 euro, kush ma beti gjenetit? Pse s'po thëllën, ta blej gjenetin unë me 100.000 euro, me 200.000 euro, me 300.000 euro. E për këtë arsye, të tjerët të ofendojnë dhe të shajnë. Uthman bin Hakim al-Awdai thot, shoqëroje atë i cili është me iman më lartë se ti, më i fortë se ti, dhe më i dobët në dunjo se ti. Do të thot, shoqëroj një njeri i cili ka frikë Allahun dhe e don fenë Allahut, kurse me pare, me pozitë të dunjojës është ma ullet se ti. Nëse ja ndron vendet, i këshira ata i shoqëron që kanë pare ma shumë se ti, edhe me iman janë ma dobët se ti, ty ku ke me mrije. Kale ba'd salaf, dysa prej salafve kanë thonë, vllau në islam është më i mirë i cili pajtohet në besim dhe në zakon, në veprat e mira, është më i mirë se djali jot i cili të kundërshton. Nuk është me islam ati. Thot, a nuk e ke dëgju fjallën e Allahut, kur Allah subhanahu wa ta'ala thot për Nuhin alayhi salatu wa salam, kale ja Nuhu, innehu lejse min ehlik. O Nuh, Allah tha, o Nuh, nuk është djaljot prej familjes tënde. Pse? Se kundërshtim me parimet fetare që i ka pas Nuhi alayhi salatu wassalam. Atër vllai jot musliman, i devotshëm dhe i mirë, është më afër, më i mirë sa evladi i cili të kundërshton parimet tuja fetare. Thot Ayyash ibn Mutrif rahimahullah, nuk ka jetë për atë i cili nuk ka vëllezër dhe shok. Nuk ka shok dhe vëllezër ai që s'ka pare. A e kuptuat? Do thot njeriu, kur ka vëllezër dhe dashamir, mërzijat i kalon ma kollajnë, problemet i te kalon ma kollajnë, borxhet i lon ma kollajnë, shtëpi mund dreqe shumë ma shpejt, biznis mundet mu lidh shumë ma shpejt. Por, thot, nuk ka vëllezër ai i cili nuk ka pare. Si të nuhatin që s'ke pare, stringa teje, kërkush. Dhe thot, dikush afrohet afër teje vetëm kur të nuhati që ke pare. Apo kur ke autoritet, apo kur ke famë, apo veç muhabeti me të bo që ke pare, dhe shosh plot njerëzit i afrohen gatë. Prej kësaj në tregon Ayyash ibn Mutrif, në tregon që ka njerëzit që shoqërohen për hir të Allahut, të duan për një me. Edhe për një me shoqëria, vllaznillaku janë që ta letojnë çështjen e dunjës. Por të njëjtën kohë na tregon, na çon mesazh që ka njerëzi për interes të afrohen. Momentin ai kur dëshoj që ti dështon biznes, shembull,
apo shkarkojmë prej vendit punës, apo sot je ministër, nesër vjet pa pozit hiç, bosh punëtor i thjesht. Vallaj, kush nuk çel telefon të thotë abe mos i ke hallit keçve. Mos duhet bënaj dinar, naj cent helbet. Do të momentin kur shkarkohesh prej pozitës që e ke, apo pasurin që posedon, apo një fatkeqësi mund të të ndodhje, dë të zbehen, dë të shfaqen realiteti i shoqërisë se ata janë konë shok të dunjajs që janë shoqëruar, janë afruar, të kanë ndihmuar në momentin kur e kanë pa që në ditë do të kenë interes prej teje. Kur e vërejnë që s'ka mbaron, ato largohen, Allah i na ruajt. Ne, si musliman, duhet të kujdesmi me dashamir, me kolegën e punës, me kushin, me vllajnë xhami, me vllajnë mektep, me atë në rrugë, me krejt. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve, thotë, që shoqëroj njerëzit me një moral të mirë. Pse prish në ndërmes veti? Kur unë të ofendoj ti, kur unë të nënçmoj, kur unë të thom një fjalë që so për ti, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë thotë? Shoqëroj njerëzit me një moral të mirë. Hadithi është hasan sahih. Do të thotë që ne si besimtar, si musliman, duhet të kujdesmi me vëllezërit tonë kur të flasmi, kur të udhtojmë, kur të bëjmë hajgare, kur të bëjmë not, kur të bëjmë vrapim, kur të luajmë futball. Është të çuditshme, ha? Musliman, mashallah, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë selefi, safin e parë, lexon Kur'an, kur del futball, çojt më t'i dalën, la hawla wala quwata illa billah. Ka dalë mora? Pse kështu ti? Çka ke? Çka ka thonë Hazreti Omeri për me njoft një njeri që çka ka thonë 3 sene mi pas, apo? Hajde kujti kujtohen? Hajde burra. Hajde, Allah zhveresh, apo? Në sekret, apo? Në udhtim, apo? 3. Për me zbulu një njeri duhet shto 3 senet. Ja në udhtim, se udhtimi ja që të ketë marrët majdan, ja kur t'i javë shparet, thot për 10 mujtë në i pret 15 mujë, edhe si cilën kur t'i thosh shparet, thot sa e pata një jetë të thiri, a kuptan? Edhe t'ja të regosh një mabet, ka marrë vesh këtë mahalla, këtë kushia, këtë shkupi, shtash mo interneti, e njoni prej xhallarëve tha, unë ja kam shtu në 1/4, të që i ka thonë 3 Hazreti Omeri, ka thonë, a ke lujt futball me atë vllajnë? Një hoqë, unë e kam shtu në 1, cilën? A ke lujt futball duhet me vetë me to. Se së në futball plas. Të i thoi, si top e gol, ki di në gjenet, firdaus. Pa ja, ti ke dal mu dëfru, ke dal pak vjomin ta hekish, ke dal të knashesh me vllaznit, jo ti ke dal me qev, kthesh i dhnu, cip një selam njëni tjetrit. A është në regull kja? Nuk është në regull. Do të thonë që atër nëse i dhrosh, dhe thonë defekt kje. Atër shoqëroj njerëzit me moral të mirë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e harroni këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, po në qenë ndodh problemi, ofendohesh, sulmohesh, ndodh gabim. Atëherë, Allah subhanahu wa taala i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fasfahi safha al-jamil. Falva, mos ja zë për të madhe. Thot Fudejl ibn Iyad, al-afu, me ja fal për të mijat dhe gabimet që ndodhin mes vëllezërive. Se mund ndodhje. Vi unë këtu isho drejt vit 12 natës, isho këtë dritat e xhamis kallët, isho klima shluhet, ai tjetra shluhet, edhe me qëllu dënjoni këtu ose rastisht, dhe qortoj unë, apo do të ai hoxha çfarë karakteri. Shembull. A më nëj haron, kanë haru që dritat kallët, klima, do rrima, po li paguhot, po të na është israfin në regla shëriatike, po nuk lejot, po nuk është mirë, mund me marrë nëj spoj, së kërkush këtu. A kupton? Ti kallëzoj pse u ka idhrue. E për këtë të na liptar se tosh. Ka dalë se pas kim gabu, ne që u ka idhrue dhaj. Ti pak faj, unë pak faj, aja bojmë halal një tjetër, ajde hecna për para. Kështu është Islami, kështu dini Allah subhanahu wa ta'ala. Prej mirësive nëse dojna ne me pas një raport të mirë mes njoni tjetrit, s'duhet me xhelozue. Të mirat nëse i shifna të një vlla, mos na luje zemra. Ne i na këtë bashkë tash, apo? Dhe ve një vlla, për shembull, ulet që ati,
dha, kur e që telefonin ka blet telefonin ma të ri. A dhe ka mundësi me xhelozune. Jo, nuk ban kjo. Do të kujdesmi. Sa atë Allah ja ka dhënë atë mundësi. Nëse shohim mirësit e Allahut të një njeri, të një rob, të një vëlla musliman, ne zgudzojmë me xhelozue. Zgudzojmë ne me na kojt zemra, se nëse xhelozojmë, atëherë ne nuk jena në pajtim me kaderin dhe caktimin e Allahut, sa Allah ja ka bërë rrezik atij. Ai ka që e ka blet. Unë s'po foli për ato që hinë borxh me e blet, me tregu që e ka. Ai çetër kapitull hin. Allahu subhanahu wa taala thot: "Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli?" Apo mos njerëzit xhelozojnë prej të mirave që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala? Ko njerëzi kur të shohin me kerë të mirë, xhelozon. Ko njeri kur shohin me tesha të mira, xhelozon. Ko njeri kur shoh se ke mësu diçka, xhelozon. Ko njeri kur e shet që ri me dikan, xhelozon. Allah i na ruajt. Atëherë nëse ti e sheh filoni ri me filonin, ti s'mundesh me nejt. Atëherë hulumtohet e vetja jote ku është defekti. Çfarë cilësi ki ka, pse ki ka mundësi, ti s'ke mundësi. Pse këti i pët hapësira, ti si i pët hapësira. Jo ta xhelozoj në vllavin, por ta këshiri defekti ku është une. Ti hulumtojmë defektet në vetën tonë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wala tahasadu", dhe mos e xhelozojni njëri tjetrin. Mos e xhelozojni njëri tjetrin. Pastaj prej mirësive nëse don që të lidhen raportet, jo usluga za usluga, shërbim për shërbim, është buzëqeshja mes vëllezërive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Tabassumu fi wajhi akhika sadaqa", mu buzëqesh fytyrë vllavit tonë është sadaka. A buzëqeshmi na? A veç kur na ka thënë dikush ndaj forr, ndaj vic, shkrim na për toke, ndaj budallaki, shkjep me to kesh. A kesh më shumë të ta vdes zemrën? Buzëqeshje, ta shosh. Selam aleikum. Ha? Buzëqeshja o vëllezër, fytyra e qelt, fjalët e ëmbla, me zemërgjërsi ta pritish vllavin tan, ta përshëndetish, zgatja e dorës dhe mbaqja e mllejafit, ulja e mendjemallësisë është që të bën që të kesh shoqëri të mirë. Nëse don, edhe mos shoqëroj njerëzit të kot. Mos shoqëroj njerëzit badjavxhi, si s'din ku ta hupin natën, s'din ku ta hupin ditën. Se ata ja urzojnë karakterin. Ato ja humbin famën. Ata ja humbin jetën. Për këtë njëri prej selefit ka thonë: "Mos e shoqëroj ignorantin, se ignoranti shumë njerëzi i ka rrëzu gjatë jetës." Shumë njerëzi i ka rrëzu gjatë jetës. Se ti ai gjahilja, ignoranti, kur ta shoqërosh atë, ai ka mundësi ka me të kurit kur ti mendon që jenë pozit. Ose ka me të kurit në para njerëzive, musafirëve tuj që ti i vlerëson shumë, sa i s'di ti matje fjalë. Për shembull, ti ka zënë diçka, i mund të kthej do ta, hajde me mos rrej, jo hoç. Allah i na rujt. Për shembull, ai ta thot, vallahi ta thot. Ai nuk i ma fjalët. Ai ka mundësi të ofendon pa dasht. Ai rin nga teti, nga të kpuca, ta nga të gotën, ta vëzit kjerin, ka mundësi shumë mira të banë. Por momentin nuk di ai çka të banë dhe të lëndon. E përket, zgjedh një çdo shoqërinë e mençur. Ato që kanë dituri, ato që kanë moral të mirë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët nuk kanë xhelozi, ata të cilët fytyra e tyre është buzëqeshje. Se vllau du të rrihen krah vllaut vet. Ken vështërsi apo ken rahati. Do të pa më parasysh çfarë do situate të kesh. Nëse ti për një me e don për Allahun subhanahu wa taala, ti duhet të rish krah ai kur në rahati, në knatësi, po edhe kur të jete në vështërsi. Jo kur të jete në vështërsi, vallahi s'kisha pas batari në telefon. Wallahi më kish zonë gjumi, pash Allahin atë, pash Allahun ketë. Për këtë të regon Hudhejfi al-Adawijo, radiallahu anhu, thot në ditën e Jarmukit, lufta e Jarmukit që ka ndodhë,
Thot kam kërku djalin e mingjës tam, so është plagos në luft. Kisha tha pak uj, e thash mos për e takoj t'i japi pak uj, apo disa pika ujti, që letoj hallin. Tha, duke e gërkuar, tha, dhe e gjeta. Dhe jam afrua ti që t'i jap ujë dhe t'ja fshin fytyrën e ty prej gjakut, prej plagave. Dhe i thash të t'japi pak ujë, të t'shërbej. Tha më boni me shenjë, po. S'kish më takat. Më boni me shenjë, po, më jepën pak ujë. Por tha t'u afru t'i jap ujë, po e dëgjojmë një zot të thonë, prej plagave. Tha po më bon me isharat, thot, çoja ati, derisa thot, a i kona ma kërcon. Tha duke shku në bazonit, tha, u afrova, tha, kure pash, tha, ishte Hisham ibn As. Radiallahu anhu, tha, ishte Hishami ibn As, radiallahu anhu, i cili ishte me plaga. Dhe tamam t'ju afru që t'japi uj, tha, një tjetër zonë, po njët, të thonë. Hishami, tha, ma bon me isharet, çoja ati vllavit tëtë. Tha, kur ka mbriti i treti, tha, e pash, tha, i kishë dru jetë. Tha, kur e pash i mo kishë dru jetë, tha, u këtheva të Hishami. Kur u këtheva të Hishami, edha i vdiq. Tha, shbas i vdiqki, atër rëske pa pas ujtin kush, djali i mingjës tem. Tha, kur ka mbriti djali i mingjës tem, edha i kishë dru jetë. Radiallahu anhu. Allah i qofti i kënaqur me ta. Ne, për fat keq, e në iftar kur kena, në darka kur kena, në sajgia kur kena, të parët kena qef të mush në të hamë. Se njena razimi i lonë në musafir të mu knaq, e mbrëm të nërë shka tjese. A kuptuat to? Në qastin e vdekjes, i kanë dhënë për parësi kujt, vllajt vetë. Pse se e ka dash për një me për Allah. Nuk o konë të ato raporti i tire usluga za usluga, më fani pse e përdori këtë fjalë. Se ma kanë lodh veshin. Apo e sos shket punë, thot, valla, jo, si që shket punë, thot, du t'ja sos ishti një punë tjetër. Për Allah ka, illa men rahim e rabbi, ka në ka mëshiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Në gjdo herë do të kujdesmi për vepra tona, për shkak se çdo lëvizja jon, çdo niyeti jon, është që ti e kënosh Allahun subhanahu wa taala. Ti do të marrësh shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Mos mendo pse ja bën një të mirë një vllavit tant, ja bën një shërbim, mos mendo që ti je shërbëtori i atij. Nuk ka njeri budall sot. Haronja. Nuk ka. Pse ta bën një sajgi, pse ta bën një nder, mo mendo se ti e ke mbashtruat. Ose ajt ka kuptu që ti e dallavergji pës do të ta prishje, ose të ka diktu që ti e interesgjis do të ta prishje, se që shtu ka orë zemani, a më në momento se s'ka kuptu e. Muhammed ibn Sirini, rahimullah, të regon Fadl ibn Dekini, thot, më ka të regu e Ebu Khalde. Thot se kinahije të Muhammed ibn Sirini, musafir kanë shkue, une dhe Abdullah ibn Auni. Tha, kur na ka pa Muhammed ibn Sirini që kina shkue mësafir, tha, dojke me fluturu për gëzimit. Tha, s'po dive qisht ju boj sajgi, s'po di qisht ju priti, nuk e di qfar mënyre. Thot, se e di që në shpine juve keni fi bejti, khubzun vë lahm, në shpi keni edhe buk edhe mish. Por, thot, ka me ju dhonë diçka une që më duket s'kinit në vendin e juve. Tha, pastaj, tha, e ka prue, një kahund, e ka preje, tha e prej këtë copa, na i pëke ka një. E prej këtë copa, na i pëke ka një. Do të thot i ka bo sajgi musafirit, diçka që s'ka pas në vendin e tyre. Si për shembull, sot me shku musafir të dikush, shembull. Edhe me shku në musafir të një vlla, në sonde në kurtull në thot e din qka, ka bonë në e me plak halë të gatume. A bon dikush halë të gatume sot? Rallë dikush. Dhe thot një gates që ka zonë të zhdukët, më nuk ekziston, nuk ka prezent. A dhe aj, dhe thot, donë me nderu musafirin me diçka që se në gjenë trek. E kjo, a është në nëshmim, apo sajgi jashtë kufinve? Sajgi jashtë kufinve. Ibrahimi a.s. musafir, kur ja ka gatu mishin, ja ka gatu edhe në furë, edhe të pjekët, edhe të zijet, këtë lojet e mishit.
Që çka ke shqip me hongër ha? E të parë tonë, kështu i kanë pas raport nërmes veti, vlla me vlla. Nëse ne e kena këtë raport, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besu asnjëri prej jush nëse nuk ja do vllajt vet atë që e don për veti, kjo është vllaznillak. Kush don të shtrohet vllaznillaku, jepi selam me njerëz si ta shohish, 1. Liroja vendi nëse është vendi i ngushtë, 2. Edhe thire me emrat më të dashur që ai e don. Për shembull, ai ka qef e Bu Abdullah, ta thish thirrë e Bu Abdullah. Ai ka qef ta thotë Otrim, thirrë Otrim. Çfarë emri ka qef? Në çat thirrë. Edhe nëse shet që i ka vendi, është i ngushtë, tento t'ja lirojsh vendin. Ti bëj zhvend, mos thjesët e dera si i hupët, si i nënshmum. Por, tani e vetën e vetë se ai me xhlis çka është, ato vëllezër që janë ulët, e vlerësojnë këtë vëlla që ka hinë derë. Jo ti dolën gjerësët, pastaj të mundohet t'i bojna vend në je. To janë që shtojnë dashurin në njërit tjetrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu thot më ka inspiruar, ka ardhur wahyi dhe i ka thonë anta wada'u, bofni modest. Kush thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pse mos të mburret njëri ndaj tjetrit? Urdhër prej onës të Allahut, i ka ardhur pejgamberit alayhis salatu wassalam, që me na mësu neve me u bë modesta. Me u bë çka? Modesta, edhe me ngu në ders. Me u bë modest. Kur do bofna në modest, atëherë unë nuk mburrna ndaj vllajt tem. Nuk bona me ndemas. Ti bosh modest, unë bona modest, gjithë bona modest, atër si cilë dhe vlerësojnë një një qetrin. E atër a i qka bot me ndjemat dhe dalot për këtive qerve. Më njëherë, edhe dhe në qeki, Allah i në arrujt, zakonin e iblisit. Thot Muhammed ibn Mëndar, thot isha me Khalil ibn Ahmedin. Duke ecë rrugës, shok, ka ndalë mu shëtit. Thot dhe ju ka pkut ka ishi nalës. A bon me ecë me një nalla jo? Ha? Po jo. Të fkutut ka ishi nalla. Të fkutun mora të shkoqët patika, arë fundje që të një në patike, në ecë me qetërën, a bon? Ha? Po jo. Furnive? O gjëmat. Mos të një gjasë s'le me folë. Dë thot, edhe e kanë zirë papuqën qetër, ecë kovdathët, se zban me ecë me një këpucë. Edhe shoki vetë, që ka bon, i nëzirë këpucat e veta. Ky thot, ti pse i nëzire, tha qysh unë me hec me këpuc ti vdaf, a e kuptuat shoki mirë si ashtë? Do të thot që ki mës tani e vetën keq, të risa shoki jem, shtë shot e hec vdaf, pse unë e ti eci me këpuca. Para mendojni qfar dashurie, qfar raporti kanë pas me zveti selefi. E ato nuk e kanë pas shërbim për shërbim. Ata e kanë pas gjithë kjo, ashtë se si ne ta knoshna Allahun subhanahu wa ta'ala. Raport nëse don me mbajt me vlla, me dashamir, mbaja sekretin. Ta kallzon dikush një hall, ta kallzon një derë, ta kallzon një mërzi. Mos ja qit majdan. Dysa prej njerëzive të urtë kanë thonë, zemrat e njerëzive të lirë janë varreza të sekreteve. Do thot ai që janë i mirë, e i menqët, ai sekreti nuk është si me shtin varë. Kur ta shtjen zemër, ka mbarue. Tregot nga Ebi Ali el-Hakim, ka dosh që tregoj një vllavit vet një punë, një amanet, një sekret, ka tregue, në vesh, e thot a mbajt e mend, ki i thot jo e harrova. A e kuptuat? Ki thot e mbajt e mend çka tregova, ki thot e harrova. Dhe thot mo, si kurse nuk më ke tregu e sent. E neve, kush i ka prish vllaznit që kjo mos sekreti?
Ti ja ke kallzu një amanet, ka vetë, një send, një fetfa, ose diçka, ose për një x vllavi, ose për një x motra, ose për një x familje, ka vetë morë, do në me ditë. Atë çështje amanetit, atë çështje borxhit, atë çështje martese, ti ja ke kallzu sinqerisht, ai çka të mohabet ka shkuj ka përcjell te vllai. Edhe pastaj janë ftor raportet. Se nuk ka mbajt sekreti për veti. Ne si besimtar duhet të kujdesmi shumë dhe të konsultohemi. Mos punon krijet veti. Konsultohu mëre. Do me imi një biznes, do me imi një shkollë, do me lip në nuse, do me gjetë në dhondor. Konsulto mëre, konsulto me vëllezër që i beson. Me ato që din me dhon men. Me ato të cilët din të orienton ka khajri. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Wa shawirhum fil amr, fa idha azamta fatawakkal ala Allah." Dhe konsulto në çështjet pejgamberit Allahut. Edhe kur të vendosish, mbasi ta presh, konsultosh me filanin, çështo. Atëherë fatawakkal ala Allah, bismillah, o Allah ti ta kam lënë dorë edhe groj punës. Mos u ndal tona. Mos u ndal tona të hutojnë njerëzit, se gjatë rrugës ki e plot njerëzi që të hutojnë. Thot Ebu Salih, besimtari el mu'min, yu'ashiruka bil ma'ruf. Besimtari të shoqëron me mirësi. Dhe ai të tregon, të orienton për vepra të mira. Të orienton cili është mirë për dinin tënd dhe dunjojnë tënde. Besimtari, shoku i mirë, që jeton me ti, thot, të orienton e cila është mirë për fen tënde dhe dinin tënd, për dunjon tënde. Wal munafiq yu'ashiruka bil mumadaha. Munafiki thot të shoqëron me lavdrata. Taj për ti s'ka i men, ti, si ti s'ka, ti, si ti, këtë rrafsh ta bon. Thot dhe të orienton në atë që ato i ka interes. Që ujin të qojnë në orën e vetë. Thot është i lirë, ka shputuar a i cili dimi dalu këto di. Ka shputu i cili dimi dalu. Kush nuk i din të daloj e këto, atër daloj të dhe shkajrin. Vesh kur dëshosh, kur dole gjumi voën dhe kuptojsh qka është situata. Shabiu, rahimullah, thot, njerëzit ma herët kanë punu me fe, Allah shvërjeshin. Një zaman gjatë. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, është halal, është haram. është mubah, është me kru. Zban me bo kështu, zban me bo qashtu. Me fe. Haram, halal. Pas një zemonit gjatë, thot që ka shkue, kanë filluar me burni. Në do të me autoritet, qish në burra mbore, e kanë rujtat burnin. Edhe kjo thot ka shkue me një periudhë. Pas asaj, Allah shverjesh jo konë, abe mbare, me të po një njerin ma halë, me të po një gruen ma halë, me një dikush që ti ke vjeth, me një se ti ke bohile në vakë, me mare. Thot, marë zeman, edhe kjo shkoj me mbare. E tash me qka? Bir ragbe o rahbe, tjapi. A kuptuat? Do të tash, të fugi diçka një 100 denar, 200 denar, 1000 denar. Anive, s'kam, po s'vjen dhune. Tjapi vjen, s'tjapi s'vjen. A kuptuat? Do thot Allah i na ruajt. E thot thash që shtu ka arë zemoni. Ama në qëfar zemoni ka marrë bashkë kësaj nuk e di. A jemi që shtu ajo gjemota ajo? A jemi që këtë zemanan ajo? Allah i na ruajt. E kështu në thot Shabiu rahimahullah. Edhe mundoni o vlezar, sa të mujni kur të shifni që ngritën zonat mes njoni qetrit, ose shifni si unë e thonë që kjo është e për lijet me që unë su ka fshinje, ti thue s'kona shumë, njoni thotë so shumë, njoni ashtë. Si të shof që i krejnë si cali ka e veta, atër ma mirë ndalu. Mos me i prish zemrat.
Nëse nuk e shën që mujna me gjetat me jesin, që me thonë valla unë e pas kam harrue, edhe unë me thonë valla e pak dështë e të prova, bina më një mos. E nëse të nëton ti të krehish, unë e krehi, a e do pëkutët. Thot njoni prej selefve, thot da'utu Allahe 40 sene, e kam lutë Allahun 40 vite, që të mëruaje mos bin konflikt me vllaznit e mi, me vllezrit, me shokët. Paramendojni, e ka lutë Allahuna, që mos t'i cakroj fjalët me vllaznit. A e bojna ne këtë dua o Zot, ma mundso mos prishna me vllezrit e mi? A dhe mos bina ma bet kundërta me vllezrit? Do të thot, se lefi e kanë pae, nëse nuk është çështja e feje, se dinit halalit dhe haramit, të në to mos të prishës. Nëse është çështje dunjos, se si tete çështje e halalit dhe haramit, s'ka ti hatër. E në me konë vlaj pi babe, pi nane, me konë baba jote, me konë nëna jote, në tjetë kushtjese. Ne flasna për çështje dunjos. Për çështje dunjos nuk bën më prish me vllezrit, ta mbani men. A di mundoni që me mbajt një lloj raporti. Se Bilali radiallahu anhu, e keni dëgjuar rastin e Bilalit me Abu Dharr radiallahu anhu. Falja ma e mirë, në histori që u ka shkrujt. Kërkim falja për gabimin në histori. Bilali radiallahu anhu, dini që e konë zezak, Afrikës, i zi, korp. Abu Dharr jo këni bardh. Shtien me fjalë me Bilalin dhe ofendon. Habe thot se ti e gjali nono zez. Do thot që nonon tonë dhe kje zezake. Do thot unë i barta i zi. Qa është kjo ofendim? Shumë prije këtë Bilali radiallahu anhu. Të kush me shku mu anku? Kollaj o ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, ja Rasulallah, Abu Dharri ma ka formen nonën. Sot o vlezër sa nonat shahon. Tu pi kafe ja shon nonën, ta shon nonën, hatri leqe ja shon nonën, pi espresso ta shon nonën, keshi nuk ka bo nona si topi pi bongit. Kush mron po ta shon nonën? As inat, as gjelozi, as vler, as din, as kur gjon. Mu bo nonën tënde me ta shoj çdo kusha në tavolina. Me çuditshme që më ka rënë një rast, duke u shajt brëm të nërë pinkove, thonë, moti, thotë qështu është dunjoja. Për interes dunjoje e toleron me ta shajt nonën, gruan, edhe mbrëm të nërë me pi kafe? Paramendojni, këto i ka thonë nonën se ka zezë, për një me zezë së konë. Por o konë ofendim dhe shkon të Abu Dharr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja Abu Dharr, me të vërtet ti paske mbet 3 ummat rezultati i mbeturinave të xahiljetit. Kjo është zakoni para islamit. Do të thotë që nuk i ka hije një besimtarit, një muslimanit, që ai ta ofendoje një vëlla musliman. Vjen Abu Dharri, mërzitet shumë. As shjedin vetën që e ka qërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon të Bilali të kërkon falje, derisa e ka ul fytyrën e vet Abu Dharrin tokë, ka thënë pasha Zotin, nuk e qoj ftyrën pe i dhevit derisa të vje koma e Bilali, që e koma e zesta shkelje. Paramendojni, vallahi thot se të qoj ftyrën. A dhe shkelje Bilali? Ja, vallahi. Thot si ka hije Bilali të ven e komën e vetë biftirën ku asaj ftire që i bjesejsh dhe Allahut. Ftira e budhërit i bjesejsh dhe Allahut, unë të shkeli me komë se baj kërë. A i ka gabu për unë se baj. Kjo është falja ma e mirë në histori që ka ndodhë. E ne, sa njerëzi kemi ofendu, sa njerëzi të kanë ofendu, sa njerëzi kemi shajt, sa njerëzi kina prek në karakter, në famë, në autoritet, në derë, në familje, edhe qka, të vjen i natë mi thonë ma bën halal se gabova. Ose më falë se vallaj dol, gjumë, s'ka kocë.
ose kanë komë i dhrut, ose kanë konë nervozut, ose pa kontrol. Nuk është në çmim me i thonë dikuj ma bën halal se gabova. Për kundrazi, kjo është kërkim falja është cilësi e burrave të mëdhoj. E nëse ne kena këtë raport, kur të gabojmë me kërku falje me vlezrit, vallahi do të shohësh se do të jena me të vërtet prej njerëzive më të mirë dhe do të jemi prej atyre që raportet tona do të jenë shumë nivel dhe do të jemi më të fuqishëm edhe do të jemi ashtu si na ka përshkruajt Allah subhanahu wa taala në surën As-Saf, ka annahum bunyanun marsus, si me kon një ndërtesë e lidhet me tulla njëna me tjetrën. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na mën prej tyre. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na shtojë dashurinë mes veti. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na bëjë prej tyre që kujdesmi mos ta lëndojmë dhe ta ofendojmë njëri tjetrin. Dhe lusë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenet el-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.